Horoskopi ditor e hënë 9 shkurt 2026. Dashi, Marsi po e fuqizon shpirtin tuaj sot, duke ju shtyrë drejt ballë të çdo sfide. Në punë, sjellja juaj e vendosur është pikërisht ajo që i shtyn projektet përpara dhe ju sjell vlerësim nga kolegët. Përqafojeni inkurajimin, megjithatë keni kujdes që të mos veproni shumë fuqishëm. Në frontin personal, marrëdhëniet lulëzojnë në mprekjen tuaj të sigurt, por një qasje e butë do të sjellë një kuptim më të mirë. Financiarisht, është e mençur të qëndroni të kujdesshëm me blerjet impulsive pavarësisht dëshirës. Shëndeti është i qëndrueshëm, por integrimi i pak yoga ose meditimi mund të rafinojë fokusin dhe ekuilibrin tuaj. Kjo është një ditë për të shfrytëzuar aftësitë tuaja udhëheqëse. Duke udhëhequr jo me forcë, por me shembull, jeni në një mision për të manifestuar ndryshimin, por mos harroni të merrni në konsiderat perspektivën e të tjerëve. Mbështetja në përpjekjet bashkëpunuese do të pasurojë rezultatet dhe do të hapë mundësi. Sonte, përqafoni energjinë kozmike duke planifikuar një seancë të ardhshme për vendosjen e qëllimeve. Maksimizoni këtë valë të gjallë duke i përshtatur veprimet tuaja me qëllime të sinqerta. Demi, shtrirjet qiellore të sotme ju nxisin të vlerësoni si praktikën ashtu edhe pasionin. Në sferën e punës, mbështetja e ideve tuaja në një këndvështrim pragmatik siguron që projektet tuaja të fitojnë terren. Ndërsa këmbëngulja e qëndrueshme është forca juaj, qëndroni të hapur ndaj qasjeve inovative që propozojnë partnerët. Romanca theksohet nga shkëlqimi i butë i Venusit, duke inkurajuar shprehje të buta dhe lidhje më të thella me të dashurit. Financiarisht mund të lindin mundësi për kursime ose investime fitimprurse. Sigurohuni që të bëni kërkime të plota para se të angazhoheni. Nga ana shëndetësore, përkëdhelni vete me një përvojë shisore, ndoshta përmes aromaterapisë ose një masazhi, për të rigjallëruar shisat tuaja. Prirja e demit për luks duhet të zbutet sot me shpenzime të vetëdijshme. Kurseni shpenzime për gjërat thelbësore që vërtet përmirësojnë rutinën tuaj. Ndërsa relaksoheni në mbrëmje, kënaquni me kreativitetin kulinar duke përgatitur një vakt që tregon prirjen tuaj për rehati. Përqafoni gëzimet e kënaqësive të thjeshta dhe lejoni që harmonia që krijoni t'ju çojë përpara. Binjakët. Komunikimi është pika juaj e fortë sot me Merkurin që përforcon aftësinë tuaj për të artikuluar mendimet në mënyrë efektive. Është një periudhë për të shfrytëzuar mundësitë për rjetëzim pasi sharmi juaj është magnetik, duke tërhequr aleat dhe mentor potencial që vlerësojnë njohuritë tuaja. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë dhe dialogët nxisin përparime si në arenat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Planifikoni biseda kritike ndërsa elokuenca juaj bind dhe ma gjeps. Financiarisht, zgjedhjet pragmatike të mbështetura nga analiza të hollësishme do të jenë të frytshme. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave për të menaxhuar transaksione komplekse. Në frontin e shëndetit, balancimi i stimulimit mendor me aktivitetin fizik është çelësi. Një shëtitje e shpejtë ose një stërvitje mund t'ju pastrojë mendjen dhe të rigjallërojë trupin tuaj. Kjo është një ditë kur fleksibiliteti është aleati juaj. Përqafoni pikpamje të ndryshme, duke u përshtatur aty ku është e nevojshme pa humbur vizionin tuaj kryesor. Në jetën tuaj personale, zbulimet paksa të papritura mund të çojnë në surpriza të këndshme. Lini më njanë kohë sonte për reflektim krijues, duke lejuar që sipërmarrjet artistike të rrjedhin pa kufizime nga pritjet. Gaforria. Dielli ndriçon sektorin tuaj të intimitetit sot, duke ju ftuar të ushqeni lidhjet dhe të eksploroni lidhje më të thella. Vendi i punës ju fton për të ushqyer leadershipin. Besojini instinkteve tuaja. Ato ju udhëzojnë të trajtoni çështje delikate me kujdes. Në marrëdhënie, emocionet janë intensive. Shprehni të vërteta të sinqerta dhe dëgjoni me kujdes ata që doni, ndarja e dobësive forcon besimin. Financiarisht, është një ditë për rutinën mbi rrezikun. Mbroni burimet duke rishikuar buxhetet dhe duke marrë në konsiderat qëllimet afatgjata. Përfitimet shëndetësore nga hidratimi i mirë dhe konsumimi i ushqimeve ushqyese. Mirëqenia juaj mbështetet në balancimin e kujdesit me domosdoshmërinë. Jeta në shtëpi ofron rehati, qoftë pastrimi i hapësirave apo angazhimi në rituale ngushëlluese që ju mbështesin. Ndërsa siguria është thelbësore, sot ju kërkon të përqafoni spontanitetin brenda arsyes. Luani. Kozmosi është në cepin tuaj krijues sot, duke nxitur inovacionin dhe karizmën. Në punë merrni përsipër projekte që kërkojnë zgjuarsi. Talenti juaj është i pakrahasueshëm, duke tërhequr vëmendjen dhe respektin. Vëmendja është e juaja dhe ndarja e vizionit tuaj unik do të frymëzojë kolegët. Në romancë, natyra juaj pasionante është e papërmbajtshme.
Planifikoni një dalje të veçantë ose një bisedë të sinqertë, duke ngritur moralin me entuziazmin tuaj. Financiarisht tregoni kujdes pavarësisht ofertave joshëse. Përqendrohuni në sigurinë afatgjat në vend të shpenzimeve impulsive. Nga ana shëndetësore, angazhimi në aktivitete të kohës së lirë që stimulojnë gëzimin do të amplifikojë pozitivitetin. Përqafoni ushtrimet ose hobi që ushqejnë shpirtin tuaj dhe zvogëlojnë stresin. Sot ka të bëjë me shkëlqimin ndërsa qëndroni të qëndrueshëm. Qoftë kjo duke u nisur nga përpjekjet artistike apo duke udhëhequr aktivitete në grup. Me karizmën tuaj në një nivel të lartë, kërkoni sipërmarrje bashkëpunuese, duke provokuar rritje përmes inovacionit të përbashkët. Ndërsa bie nata, mendoni për aventura të reja ndërsa ushqeni lidhjet aktuale, duke lejuar që energjia rrezatuese t'ju udhëheqë drejt vendimeve transformuese. Virgjëresha. Vëmendja ndaj detajeve është aleati juaj. Pasi Merkurin pre aftësitë tuaja analitike sot, në profesionin tuaj, preciziteti hap rrugën drejt suksesit. Kolegët vlerësojnë depërtimin tuaj dhe është një kohë e shkëlqyer për të finalizuar detyra komplekse. Ofroni ekspertizën tuaj për të optimizuar proceset. Në marrëdhënie mbretëron qartësia, adresoni çdo keqkuptim me durim, duke forcuar lidhjet përmes dialogut të ndershëm. Financiarisht merrni kohë për të rishikuar buxhetet ose planet e kursimit për përmirësime të mundshme, duke siguruar stabilitet në të ardhmen. Shëndeti mbetet i fortë. Megjithatë, merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave të vetëdijes për të ruajtur qartësinë mendore. Ndërsa sjellja juaj e qëndrueshme është forca juaj, ftoni pak spontanitet. Ndoshta një dalje spontane ose një hobi i ri mund të prish rutina. Balanconi përkushtimin profesional me përmbushjen personale, duke u siguruar që asnjëra të mos lihet pas dore. Mbrëmja fton vetmin dhe reflektimin, një kohë ideale për të shkruar në ditar ose për të planifikuar arritjet e ardhshme. Lidhuni me rrënjët tuaja duke kaluar kohë në natyrë, duke lejuar që qetësia të rrisë lidhjen tuaj me veten. Peshorja. Ekuilibri është tema e sotme. Pasi energjitë qiellore nxjerrin në pa ekuilibri në aspekte të ndryshme të jetës. Angazhimet profesionale kërkojnë diplomaci, duke përdorur aftësinë tuaj për të ndërmjetësuar dhe për të siguruar rezultate harmonike. Lëreni taktin tuaj natyror të udhëheqë situatat sfiduese drejt zgjidhjeve të frytshme. Marrëdhëniet përforcojnë sharmin tuaj shoqëror, duke inkurajuar ndërveprime të gjalla. Planifikoni tubime shoqërore ose biseda të përzemërta për të thelluar lidhjet. Financiarisht peshoni me kujdes opsionet, një mundësi investimi mund të paraqitet. Vlerësimi plot siguron vendime të shëndosha. Shëndeti lulëzon përmes rutinës dhe ekuilibrit. Yoga ose pilates ju mbajnë të akorduar me ritmin e trupit tuaj. Eksploroni rrugë krijuese sot, qoftë art, muzikë apo dizajn, pasi ato ofrojnë një rrugdalje relaksuese. Përqafoni ekuilibrin brenda përpjekjeve personale, duke harmonizuar pasionin me praktikën. Ndërsa afrohet mbrëmja, futuni në meditim paqësor ose eksploroni ngjarje kulturore. Kjo ditë ka të bëjë me përsosjen e artit e ekuilibrit, duke siguruar që gëzimi dhe paqja të ushqejnë qenien tuaj, duke ju udhëhequr drejt aspiratave të ardhshme. Akrepi. Transformimi është në pragun tuaj ndërsa Marsi nxit ambicien, duke frymëzuar veprime vendimtare. Në karrierën tuaj, përballuni me sfida drejt për drejt, duke pohuar aftësitë strategjike që zotëroni. Rezistenca juaj tërheq vëmendjen. Kanalizojeni atë drejt projekteve që kërkojnë thellësi dhe depërtim. Marrëdhëniet janë intensive, duke ju joshur të zbuloni emocione të thella dhe të rigjallëroni gëzimin me një partner. Financiarisht ushtroni diskrecion. Merrni në konsiderat konsultimin për investime, duke parafruar veprimet me vizionet afatgjata. Shëndeti mbetet dinamik, por përfshini pushimin për të balancuar shpërthimet e vitalitetit. Përqafojeni ndryshimin pa frikë pasi energjia e sotme ka të bëjë me heqjen dorë nga modelet e vjetra, duke krijuar rrugë të reja drejt arritjes. Gjeni ngushëllim në projektet personale që kërkojnë fokus. Përfundimi i tyre sjell kënaqësi. Mbrëmja është ideale për të eksploruar pasione të reja, qoftë letrare apo kulinare, duke ushqyer kreativitetin. Besojini udhëtimit që po zhvillohet, shijoni momentet e zbulimit dhe dijeni se përshtatjet e sotme nxisin jo vetëm suksesin e përkohshëm, por edhe rritjen afatgjat, duke përmirësuar tapetin e ndërlikuar të jetës suaj. Shigjetari. Jupiteri përfshin shpirtin tuaj aventuresk, duke sjellë një ditë të mbushur me mundësi të gjera. Profesionalisht marrja e rrezikut shpërblehet,
Përdoreni këtë optimizëm për të dalë përtej kufive tradicional, duke fituar njohuri dhe inovacion. Karizma juaj hap dyert, duke mundësuar aleanca të dobishme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga dialogët e hapur. Qoftë duke diskutuar ëndrat apo duke zgjidhur konfliktet, inkurajimi lulëzon në hapësirat e ndershmërisë. Perspektivat financiare duken premtuese, por analiza e kujdesshme mbetet thelbësore. Në shëndet, ushqeni si trupin ashtu edhe mendjen. Aktivitete si ecja në natyrë ose meditimi mbështesin vitalitetin tuaj. Përqafoni dëshirën e sotme për eksplorim, emocionalisht, mendërisht ose fizikisht, dhe lejoni që përvojat unike të shpalosen. Zhytuni në ndjekje arsimore ose plane udhëtimi që përmbushin kërkimin tuaj për dije. Mbrëmja zbulon mrekulli të reja, duke ftuar reflektim introspektiv mbi ngjarjet e ditës. Besoni në potencialin tuaj, pasi sot ofron një kanavac mundësish që përfshin rritjen dhe përmbushjen. Ngrit nivelat tuaja dhe lëreni erën e kuriozitetit dhe zbulimit ju udhëheq. Britsjapi. Me disiplinën e Saturnit si udhërfyesin tuaj, fokusi i sotëm është në arritjet e rënjosura në strategji dhe këmbëngulje. Fusha juaj profesionale përfiton nga ky përkushtim. Rolet udhëheqëse kërkojnë dhe qasja juaj metodike siguron rezultate të prekshme. Kultivoni marrëdhënie duke ofruar mbështetje dhe duke dëgjuar me vëmendje. Këto gjeste ju fitojnë respekt dhe besnikëri të qëndrueshme. Financiarisht, vlerësimet e hollësishme të investimeve ose planeve të kursimit sigurojnë prosperitet në të ardhmen. Nga ana shëndetësore, ruani energjinë përmes rutinës. Nëse lind stresi, praktikat e bazuara si vëmendja ofrojnë lehtësim. Qasuni detyrave me vendosmërinë tuaj karakteristike, duke përdorur sfidat si trampolin për rritje personale dhe profesionale. Ndërsa dita kthehet në mbrëmje, kënaquni me kohën e lirë relaksuese, duke nxitur kreativitetin ose duke u çlodhur përmes muzikës. Ujori. Në ndikimin shpikës të Uranit, eksplorimi dhe risia ju ftojnë. Profesionalisht, idetë tuaja inovative fitojnë terren, duke ngjallur interes dhe dialogje emocionuese. Është një ditë për të shkëmbyer ide dhe për të bashkëpunuar, mendimi juaj vizionar shkëlqen në mjediset e grupit, duke frymëzuar kolegët. Në marrëdhënie, përqafoni spontanitetin. Provoni aktivitete të reja me miqt ose të dashurit për të thelluar lidhje. Financiarisht, gjeni ide për zgjidhje krijuese të buxhetimit. Njohuritë e sotme mund të zbulojnë rrugë fitimprurse që nuk ishin marrë në konsiderat më parë. Ndërsa shëndeti mbetet i fortë, prioritizoni ekuilibrin midis aktiviteteve mendore dhe fizike për të ruajtur vitalitetin. Hidhuni drejt të panjohurës pasi eksplorimi është tema e sotme. Qoftë në art, teknologji apo filozofi, përqafoni atë që sfidon norma tradicionale. Mbrëmja është perfekte për tubime të përbashkëta. Biseda stimuluese ose seanca vëzhgimi yjesh që ushqen kuriozitetin tuaj intelektual. Përqafoni rolin tuaj si katalizator për ndryshim, duke pranuar se ndërveprimet dhe frymëzimet e sotme formojnë planin për përpjekjet e ardhshme. Besojini udhëtimit që po zhvillohet, duke e ditur se çdo hap sjell risi. Peshqi. Ndikimi i Neptunit thekson thellësinë tuaj intuitive sot, duke ju udhëhequr me një prekje të butë në të gjitha përpjekjet. Profesionalisht, lindi zgjidhje imagjinative, duke ofruar perspektiva të reja për projektet në vazhdim. Kreativiteti juaj është si një aset ashtu edhe frymëzim. Marrëdhëniet lulëzojnë në mbështrimin tuaj empatik. Dëgjoni të dashurit dhe ofroni mbështetjen emocionale që është shenja juaj dalluese. Çështjet financiare mund të kërkojnë durim. Merrni në konsiderat këshillat e ekspertëve para se të merrni vendime të rëndësishme. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm kur ushqehet nga pushimi i duhur dhe aktivitete qetësuese si meditimi ose shëtitjet e buta pranë ujit. Përshtatuni me zërin tuaj të brendshëm, duke lejuar atë të informojë zgjedhjet që rezonojnë me thelbin tuaj. Shprehuni artistikisht përmes muzikës, pikturës ose shkrimit, pasi këto dalje rigjallërojnë shpirtin tuaj. Mbrëmja fton relaksim mes aktiviteteve të qeta. Merrni në konsiderat shikimin e filmave që frymëzojnë ose humbeni veten në letërsi që ndezi imagjinatën tuaj. Sot nxit vetanalizën dhe përparimin e butë, duke përgatitur skenën për rritje të mbushur me mençuri të dhëmshur. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.